Do të flas për një njeri I cili ka qenë shumë interesant në kohën kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka jetu. Kur pejgamberi jon ka marrë rrugën prej Mekës me shku me bë hijret në Medinë, e ka taku një djalë të ri, shumë të çuditshëm, që kishte emrin Ibn Sayyad. Ishte prej jahudive, nuk ishte musliman. Ishte njeri, ishte një fëmijë në fakt, ishte në moshën shumë të re. Dinte gjana, gjana dhe mshefsina, shumë prej tyne I qellojke, I dike, disa prej tyne edhe I rrejke dhe I mashtrënte. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam aq shumë është habit dhe është mahnit dhe po çuditet me këtë njeri, po don Resulullahi alayhi salatu wasalam me zbulu se kush është ky njeri. Ajo që ka shty pejgamberin me besu dhe me mendu rreth këtij njeriu dhe me u marr me këtë fëmijë kaq të vogël, po I thot një herë, o Ibn Sayyad, e tashhadu anni Rasulullah, apo dëshmon që unë jem pejgamber I Zotit? Po thot dëshmoj që je ti pejgamber I arabëve. Se ky jahudi. Pi thot Ibn Sayyadi, ja Muhammed alayhi salatu wasalam, e tashhadu anni Rasulullah? E ti apo dëshmon për mua që unë jem pejgamber I Zotit? Thot pejgamberi, a'udhu billahi mink, Allah I mbrojt prej teje. Amantu billahi wa rasulihi. Po thot pejgamberi, e besoj Allahun edhe të dërguarin e tij, vetveten e tij. Apo jo ty, se ti je një rrenacak, ti je një dejall. Dhe kemi ndëgju për dejallin. S'ka pejgamber I Zotit që ummetin e tij nga dejalli nuk ju ka spjegu që ata me urujt. Edhe pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, edhe ai shumë hadithe ka spjegu. Mirë, po ky djaloshi ishte shumë I çuditshëm. Omeri radiallahu anhu në prezencën e pejgamberit ton alayhi salam, po thot vallahi billahi tallahi kjo dejjalli. Pejgamberi alayhi salatu wasalam as nuk po I thot Omerit mos bëbi, as nuk pe pranon edhe nuk pe mohon. Allahu dhul xhelal nga rahmeti, urtësia, hikmeti I tij që e ka, pejgamberit alayhi salatu wasalam këtë gjaja ka mshef. Nuk ka mujt me zbulu ky Ibn Sayyad, a o dejjalli kryesor, a o naj dejjalli vogël, apo kush është ky? Pejgamberi po shkon prap, po e shef një ditë me një vend, po I thot, o Ibn Sayyad, apo më tregon çka kom shef në shpirtin tem, në gjoksin tem. Pi thot Ibn Sayyadi, e dukhn. Dhe po e pyesin pejgamberin alayhi salatu wasalam, çfarë ishte ajo ja Rasulullah? Thot Zoti ma ka zbrit nëpërmjet Xhibrilin surën Dukhan. Po ky s'ka mujt me kap mirë, ama dhe ata e ka ditë. Do thot një njeri I cili edhe ka qenë sehirbaz, edhe ka ditë të ardhmen, edhe ka ditë kalumen, edhe ka ditë shumë gjana ty me të spjegu, edhe duke qenë fëmijë në moshën e re. Njëherë, Abdullah ibn Omeri po don me zbulu, sepse krejt Medinja e gjithë Medinja ju në trazu. Gra e fëmijë prej ti të u friksu, burra e të mëdhaj prej ti të u largu. Vetë pejgamberi për këtë rast është marakoz dhe me ditë se çfarë po ndodh. Në mesin e tyre pejgamberi gjallë Ibn Sayyadi po din shumë sene. Abdullah ibn Omeri thot kam shku rrugës, po e shef Ibn Sayyadin, e kishte njanin sy të verbert. Për thëmë, o Ibn Sayyad, po ti ke pas dy syt. Thot, kur jam qunë me mëngjes, njanin sy më ka shku. Thot, mu ka lidh direkt me dejallin. Sepse pejgamberi ka spjegu që dejjalli është I verbert. Dhe kjo është I verbert. Dhe thot, I kom shti fjalt me Ibn Sayyadin, kom bisedu, sa që mu të fiktum kara, te Hafsa të motra em, thot, kam shku më ndej. Kur ka shku te Hafsa, pi thot, oj motra em, thot, te qika Omerit, thot, jëm nervozu, jemi rrok diçka me Ibn Sayyadin, nuk e di si më ka hu vedia se është nervozu shumë aj, a më në tokë këmra të ti këmarë, thot, dire. Thot, ta nuk e këndëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam që ka thonë,
Kur të vjen Dejjalli, mos e nervozoni, mos e shqetësoni, se din shumë gjana për juve me ba mandej. Din shumë me ka më agresiv, ravanshohet keq mbi ju. Thot edhe 100% kjo ka Dejjalli. Dhe ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mas vdekjes pejgamberit, ky është ba musliman. Ibn Sajadi është ba musliman. As një prej sahabëve me ta zguxoj me nejt. As me u taku, as me bisedu. As për ti, vish me u largu. Kur është ba musliman Ibn Sajadi, shumica e sahabëve po bisedojnë, po thojnë pejgamberi alayhi salam ka thonë, shkruan mballin e tij kafir, pa besimtar. Dhe ky ba musliman, ndoshta nuk është breqaj. Dhe një ditë është ba një ekip prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kanë marrë rrugën me shku me ba umrën, me shku në Mekë. Dhe kanë shku di grup prej sahabëve, mesin e tyne ka shku dhe Ibn Sajadi. Aq fort po tuten, aq fort po friksohen, aq shumë po largohen për këtij njeriut, as kush me ta nuk po rrin. As kush me ta s'po rrin. Një prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka me i rut teshat, të tjerët kanë dalë për ushqim. Ibn Sajadi ka nejt me këtë sahabijun. Dhe po mundohet me largu prej vetes. Po thot, o Ibn Sajad, merri gjanat e tua, hinërhije atje, veç me largu prej vetit. Ibn Sajadi ka shku dhe ka marrë qumsht do ushqim, me apru dhe sahabijut. Thot, qysh me pion e qumshtin, që ma ka sjell dhe ushqimin Ibn Sajadi, ku guxojnë me përdor ata. Thot, i kom thanë, edhe koha nxet, edhe ushqimin nxet, nuk më mi përdor. Mirë po thotë më ka thënë Ibn Sajadi, o ti sahabi pejgamberit alayhis salam, ti e qaj që Zotin pe beson. Pejgamberin e ke besu dhe e ke shoqëru. Pejgamberi ka thënë për Dejjallin që nuk ka fëmijë, thotë unë fëmijë kam. Pejgamberi ka thënë për Dejjallin që në Mekë dhe në Medinë nuk hin, unë prej Medinës deri në Mekë jem të shku, umre me ba. Thotë nuk jem Dejjalli. Thotë ky sahabiu u lirova pak, sepse nuk guzesha me najt me ta. Mirë po më thot Ibn Sajadi thot, po më thot, e di ku e Dejjalli, e kum pa, e njof, e di ku jeton dhe ku banon, prap thot një të në gjendje më ka këthy, që shkom qenë të frigu për ti. Dhe ka shku një kohë gjatë. Kam vdek familje e ti. Ka vdek familje e ti, Ibn Sajadit. Dhe në kohën e Aliut radiallahu anhu, një prej luftav është duk Ibn Sajadi. është i shdukt. As nuk o gjetë trupi ti, as i vdekur, as i gjallë. As kanë mujt me taku, as nuk kanë mujt me pa. Dhe është duk njeri. Dhe djetarët i ndanë në dy grupe, vlazën. Disa prej djetarëve mendojnë që ky o Dejjalli kryesor. Mirë pa Allah i Dhul Gjelali ka dhënë ati dëgjana që ne nuk bujmë i përthaku me logjikën në tonën që e posedojmë. Jeton gjatë, është i gjallë, qysh para pejgamberit tonë, qysh para pejgamberëve tjerë, ka me jetu deri në kiamet. Dhe është i pa fëmijë se i ka vdek me gru, me fëmijë, me gjithë familja i ka vdek Ibn Sajadit. Dhe ka jetu shumë gjatë, deri në kohën e Imam Aliut radiallahu anhu. Dhe prapë është i humbur, nuk dihet se ku ka mbet, ku ka përfundu. Dhe djetarë që ndonë dy grupe, një grupë mendojnë që ky Ibn Sajadi është Dejjalli. Qaj Dejjalli të cilën pejgamberi ka përmenë. Dhe neve na ka spjegu që është më mbroj. Dhe disa prej djetarëve tjerë thojnë nuk është ky Dejjalli, po dhe ky ka mujt me ka një Dejjall, një rëndës, një mashtrus, një sehirbaz, një njeri cili Zoti Dhul Gjelali ka dhënë disa gjana që s'ju ka dhënë të tjerëve. Mirë po kur Omer radiallahu anhu, po i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse Omeri ka qenë krah i djathtë i pejgamberit dhe ka qenë shtylla kryesore e këtij dinit. Po i thot ja Rasulullah, edhe ti nuk po mundesh me kuptu kush është ky. Edhe ne jemi të friksu. Medinën e ka truzu. Njerëzit prej tij janë të largu. Apo më jep leje ja Rasulullah me shpatën tëm kokën tokë t'ja qes. Ky Omeri, ky burr i madh, që këtë që s'potu të peja skujt. Ja Rasulullah, am leje mu thët ja heki kokën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thët, jo Omer,
Tha se nëse që ky, do të qaj dëgjalli kryesor, nuk e kem të drejt me vran na, Allah i dhul gjelal, këtë nerja ka bo Isës a.s. kiamet, jo ti. Nëse nuk është, let jeton që shtu i thjesht, neve s'pëna bët të lashe, njerëzit s'ka nevoj mu friksu, që është farë burë e miri. Vetë pejgamberi a.s. po dyshon se kush e ky, ama Omeri po dënë me largu dhe njerëzit tjerë me i rahatu. Dhe kam pasi gjana vllazën kësi, ndodhijat e cilët ka ndodhur sahabëve. Vetë pejgamberi a.s. Zoti dhul gjelal ka dash me amshif këtë gjatë që mos me dit me zbulu se a është dëgjalli kryesor apo nuk është. Dhe prej kësaj muj me kuptu që mshefsin nuk e din as pejgamberi të Allahit dhul gjelal, vetëm Zoti xheleshanuhu e din dhe as kusht tjetër. Dhe shumë për njerëzve që mundohen me ditë të ardhmen dhe mundohet me ditë mshefsia, ato e veç rana dhe mashtrime dhe iluzionet e njerëzve të caktun, pa ata që Allah i dhul gjelal e din vetëm Zoti xheleshanuhu.